Përshëndetje të nderuar miq, na ndajnë vetëm pak orë nga zgjedhjet e 11 majit dhe do të zhvillojmë një bisedë me zotin Edin Luri, politikan që nuk ka nevojë për prezantim, pasi në vitet e fundit ka zhvilluar mjet vetëja brenda Partisë Demokratike për ta demokratizuar atë, por tashmë do të jetë përballë saj në koalicionin për gjatës për zhvillim. Kandidoni parë në qytetin e Vlorës. Zoti Gulluri, përshëndetje dhe faleminderit. Përballë të dy partive të ndaja, jo përballë PD-s. Po. Biles veç ka PD-ja përballë PS-s. Tamam. Nga legjenda thotë që nga deti na vjen armiku, po tani do na vinë ndryshimi nga Vlora apo me marandumi Kuçit e vendosi? Ja, besoj që Vlora ka qenë gjithmonë reaktive, ka qenë gjithmonë letër lakmusi për zgjedhjet. Unë besoj që Vlora do japi mesazhin e saj, por nuk mjafton vetëm Vlora për ndryshimin. Ka një perceptim përgjithshëm që PS-ja dhe PD-ja nuk mund të drejtojnë në vendit të vetme, në qeverisje. Për PD-n kjo është e qartë, se tregojnë shifrat e gjithë të fundit dhe gjendja në performancën e saj, për cilën kemi folur në 10 herë, por e shikoj dhe PS-n në gjendje shumë të vështirë. Ka një reagim masiv, jo më shumë për korrupsionin madhor i dashur, por më shumë për korrupsionin lokal. Njerëzit ndjenë në ato shërbimet bazike, flasin hipoteka, kadastra, bashkia, ujësies, kanalizime, pronat, pronat, legalizimet, keshin, është një batërdi korrupsioni lokal në nivelet e grabitjes të korrupsionit. Dhe kjo i acaron shumë patjetër dhe popullin e majtë. Unë besoj që përveç pjesë më të madhe të administratës, votues e tjerë të majtë që nuk kanë lidhje me administratën publike, po janë në sektor privat, qoftë punësuar, qoftë sipërmarrës, qoftë, po themi, shtresa e mesme e majtë që nuk ka lidhje interesa të ngushta me PS-n, nuk do votojnë në qeverinë e Rilindjes, sepse në fakt kjo nuk është PS-ja që po qeveri sot, është një miks midis Rilindjes dhe PS-s. Dhe për të arsye mendoj që arroganca kryesisht vjen nga qeveria, nga ekzekutivi, drejtoritë rajonale, bashkitë dhe qeveria dhe mbi gjitha edhe listat, në si u bë, po ta shikoni janë produkti i klanit të Ramës, nën klanit të Ramës, po nuk përfaqësojnë vullnetin e socialistëve të Vlorës. Dhe besoj kjo ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Po të zhgënjërit që ju thoni që ka një reakcion, ku do kanalizohet kjo votë, sepse tek një pjesë të paktën deri edhe para këtyre zgjedhjeve, nëse do jepe votën për një parti të re apo të vogël, kishte i perceptimi që shkon kot sepse nuk do ta marrë mandatin. Tani si është ky perceptim? Në moment që partitë e reja janë të paktën 20% në gjithë sondazhet publike, se në ato private dalin ndërçi më shumë, të votës tregon që vota nuk shkon dot, absolutisht. I vetmi problem mund të jetë ndonjë qark vogël si Gjirokastra, Kuksi, Tibra, po qarqe të tjera që kanë 7 mandate sipër, partitë e reja janë në lojë për të marrë mandate, 1 apo 2 apo në Tiranë, vrasë 8 apo 9. Unë besoj që përmbysja do vi nga partitë e reja, nuk vjen dot nga PD-ja, PD-ja do marrë të votën e vet radikale, kockën e PD-s që e ka marrë në 2097-2017. Po besoj se PD-ja nuk kalon dot 400-450.000 vota. Kështu që vota blu që është kthyer në gri është e madhe. Vota e kuqe që është kthyer në gri është prapë besoj të 20% e votës PS-s. Kështu që po ta shikosh aty dalim, domethënë paga shumë te këto shifra. Natyrisht, rolin decisiv e ka partia, e kanë programet, por mbi të gjitha më shumë se programet i kanë kandidatët për deputet. Dhe u të them që avantazhi i jonë si koalicion në Vlorë, në Fier, në Tiranë, Durrës, në Korçë, pse jo në Elbasan dhe Shkodër, është një avantazh i madh në raport me partitë e tjera të reja. Sepse apo ju keni shumë figura që janë me eksperiencë pa shumë ngarkesa korruptive apo ta anatemuar. Jo pa shumë, pa ngarkesa fare korruptive. Se kur thua pak pa shumë si bie që kemi pak, si temi korrekt, nuk e asnjë eksponent jon nuk është në tim për korrupsion, dhe megjithatë jemi vetëm një parti që kemi deklaruar haptazi zgjatjen e mandatit të prokurorëve të SPAK. Besoj kjo flet vetë për koshiencin e kemi, ndërgjegjen tonë në lidhje me raport me korrupsion dhe krimin organizuar që janë një nga 2 gangrenat kryesore të vendit sot. Keni besim apo kjo pyetje nuk ka kuptim që çaja e sistemit mund nis nga aty? Ju vetë personalisht. Pra jeni i bindur për mandatin? Unë si rregull nuk hyj në garë për të marrë pjesë, ju përfituar. Sepse nuk do më falet tyra të hyja në garë për të marrë pjesë. Besoj mandati në Fier, Vlorë, Tiranë, një mandat është i sigurt për koalicionin tonë. Jemi në garë për mandatin 2 Tiranë, një mandat në Durrës, besoj edhe Elbasani ka mundësi të mira. Që të jemi me këmbë tokë, jemi realist. Pastaj, kur t'ja mund nxjerrë rezultat akoma më të mira, po besoj që
3 deri në 5, 3 është e sigurt, 5 është e arritshme, mbas edhe diçka më shumë. Po të shohim çfarë do thotë verdikti popullor të dielën. Unë jam shumë optimist. Vlora nuk diskutohet edhe për fjalën e Tiranës. Janë një mandat. Në nivel qarkun Vlorë, ku shikoni më shumë mbështetjen? Ku e keni marrë? Se e keni prekur këto kohë ashtu siç më treguat problemet? Shiko, unë prisja them drejtën jam pak i zgënjur pozitivisht nga pritja, sepse prisja që të merrja mbështetje të gjërë në krahin e Dukatit dhe në lumin e Vlorës, ku kam origjinën nga dy prindit, dhe pastaj të merrja çfarë të merrja në Vlorë po them mbështetje. Praktikisht po ndodh jo e kundërta, po ndodh diçka shumë pozitive, që reagimi i qytetit ka qenë masivisht shumë i mirë. Dhe kjo më ka dhënë kënaqësi, po është e kuptueshme për shkak të viteve që kam politikë, qëndrimin që kam mbajtur ndaj të dy palëve në raport me fenomenin që përfaqëson të derën të dë, kështu që do marrë rezultate jo vetëm të mirë në krahin e Dukatit dhe në lumin e Vlorës, por edhe në Vlorës, sidomos qytet dhe Sarandë, Delvin, ku janë qendrat kryesisht urbane, ka një reagim shumë pozitiv edhe ndaj Arbit, por edhe ndaj meje patjetër, sepse edhe Arbi është në listë, është deputet në qarku Vlorë, dhe përfaqëson një familje të themi drejtë më të mira vlonjake me traditë. Se unë jam pak më tradit labërie sa qytetare, por patjetër që labëria me qytetin Vlorë kanë pasur një marrëdhënie të pandashme dhe e gjitha kjo do përkthehet në votë. Kryesisht aktiviteti i gjatë politik dhe qëndrimet që unë kam marrë dhe me kosto të karrierës time, ti e di shumë mirë. Kam qenë armiku i klasës në PD që nga viti 2017. Gjithmonë kam qenë partneri pa dëshiruar për servitudin e kryetarit të partive dhe për vetë ata, por besoj që ka në momentit vërtet të madhe që elektorati djathtë dhe i majtë duan të votojnë deputetin e tyre dhe jo deputetin e listat mbyllura. Njerëzit që kanë bërë betejë politike dhe kanë eksperiencë qeverise, pa u bërë pis, dhe jo njerëz që kanë ardhur me duar të pastra dhe kanë dalë me duar të pisa nga pushteti, apo që vazhdojnë i bëjnë pis në pushtetin aktual. Dhe ajo që unë kuptoj tjetër është që ka një vullnet të zgjeruar, dukshëm, për të ulur të dy partitë mëdha në 7 mandate. Kjo është shumë e rëndësishme, është perceptim popullor dhe kur perceptimi shndërrohet në dallg, nuk ka Edi Rama dhe Sali Berisha të ndalojë këtë valë politike masive tek njerëzit. Këtë dallg mund të vinë vetëm nga jashtë apo Jo, këtu unë me jashtë kam punuar më pak të ndetë, megjithëse do marrë vota në emigracion, patjetër, për shkak të aktivitetit politik. Shiko, pjesa më e madhe e votës nuk pilotohet dot nga partitë. Njerëzit edhe kur votojnë PS-n e PD-n, votojnë vetë, jo se kërkon Ramën Berishën. Pavarësisht se ky numër votuesish ka rënë ndjeshëm këtë herë, por vota kryesisht spontane. Vota organizimit ka një rol caktuar, por nuk mund të detyrosh njerëzit të jashtëi bindesh me zor pse alternativë me nisë të tjerë. Njerëzit gjykojnë vetë aktivitetin e kujdo kandidati dhe kujdo politikani. 2 lëvizjet e fundit që kanë bërë partitë e vjetra përpara 11 majit kanë qenë Partia Socialiste Fali Gjobat nga 2015, ndërsa Partia Demokratike Fali Gjobat, ndërsa Partia Demokratike po luan me non-gradën, me vizitën. Ju si njohës i vjetër keni pritur dhe përcjell shumë zgjedhje. Kush prej tyre do ketë më shumë ndikim dhe sa? Të dyja këto vendime janë tregojnë me qartë bjerrjen morale dhe politike, mungesën e alternativës, e fantazisë, nuk kanë çfarë japin më tash, themi drejtën. Edhe në Gjermani po të ishim një qeveri 12 vjeçare nuk u pretendoi 6 vjet. Dhe mbani mend Merkeli nuk e bëri dot nga 4. Apo në Gjermani Cameron, në Angli Cameroni, nuk ka shans. Amerikanët janë populli më demokratik në botë. Sistemi që funksionon më mirë dhe ju dini që nuk lejon më shumë se 2 mandate për një president ekzekutiv. Sepse normal që funksioni. Jo, e tha Trumpi për 2 ditë, unë do jem vetëm të herë president. Është traditë e konsoliduar demokratike shumë e gjatë. Kështu që normalisht nuk ka asnjë shans që PS-ja të ketë nuk mund të ketë alternativë Edi Rama. Ai ka shfrytzuar bufin edhe Bashën deri dje. Tashmë nuk i përdor dot më ata për të trembur elektoratin sepse kanë dalë partitë e reja 3 që janë një alternativë serioze, secili profilin e vet, sa të majtë, sa të gjatë, sa të qendrës, por përgjithsisht jemi njerëz të pabërpis, ne që jemi të provuar akoma mirë, por edhe këta të rinjt nuk kanë një përgjegjësi për dëmet e mëdha që janë bërë vendit. Unë do të them këtë që natyrisht nuk dua të jem në një listë, të them që qeverisja e PD-s dhe PS-s nuk ka asnjë kontribut në këtë. Nuk jam i kësaj rrymet mendorit në një listë që është pak ekstremiste. Unë mendoj që në këtë moment Partia Socialiste dhe Partia Demokratike po i bënin dëm shumë të madh vendit, sidomos Rama Berisha. Pastaj mas 4 vjetësh Berisha mund të jetë alternativë, nuk pa më se e lejon mosha që moshën 85 vjeç të rinovohet si alternativë politike. Ju
Përtesha kas kjo punë ka marrë fund. Rama dhe Besha s'kan alternativë për qeverisë. Ju tha që asnjëra me bindje nuk merr 70 prej dy partive të vjetra. Mund të jemi Po në doja skenarin e shans Kosovës? pas pse. Mund të jemi në skenarin Po ajo aty të çon, logjikisht me deduksion ne do shkojmë tek skenari i Kosovës. Gjasat janë që PS-ja atë parti e parë, por nuk bën dot qeveri, nuk jetë dot parti qeverise, po thjesht parti e parë është humse. Pra, ajo parti që nuk merr dot 71 mandate është parti që nuk i ka fituar zgjedhjet. Se pastaj nuk është më në dorë të Ramës të bëhet apo qeveria, do jetë në dorë partive të reja. Do besoj që me Ramën jo një, po dhe në shumë vështirë që shumica dërmuese e partive të reja në koalicion, sepse vendi ka nevojë të rotacion, ndryshim. Do të pasuar urat, por ndryshimi nuk mund vi i prirur nga zoti Berisha. Pra, jeni me atë që kuptoj jeni dakord që mund bashkoni votat me PD-n, po jo me Berishin kryeministër. Jo, unë kam thënë që në prezantimin e partisë në 13 tetor, por si se zoti Berisha më quhet i Taliban, unë s'kam dhe as unë jam i Taliban. Nuk më lidh gjë me talibanizmin, as politik, as religioz. Por një gjë është e sigurt që zoti Berisha nuk do të jetë kryeminist, zoti Rama nuk do jetë kryeminist në 12 mars. Edhe diçka të fundit kam për ta mbyllur, ne pas këtyre zgjedhjeve do flasim prap, qoftë do mjeti mundsinë, po ku e shikoni ju Shqipërinë e 2030-s, sepse po bëhet fjalë që zgjedhjet tjera do jenë 2029-ën, por si do jemi deri atëherë? Se vetëm një siguri kemi, pasaportën e BE-s, po sikur të siguri nuk e di kush jep të siguri, se të siguri mund të harrë vetëm Brukseli. Zoti Rama nuk jep asnjë siguri përveç se të vazhdojë të gënjejë prapë për shumë gjëra. Ajo që mua më bë përshtypje është që Bashkimi Evropian ka përshpejtuar procesin e integrimit të Shqipërisë në hapa shumë të mëdha për shkak të situatës gjeopolitike. Kjo është situatë e vështirë, shumë e komplikuar për Evropën, Azinë, kryesisht janë dy rajonet më të nxehta sot në lindjen e mesme. Dhe fati jonë i madh, por që nuk është dhe fat se kemi merituar, që si popull jemi rreshtuar qartë me SBA dhe BE-n, është që ne të bëhemi pjesë e BE-s edhe nëse nuk e meritojmë nga pikpamja e qeverisjes, pra nga pikpamja politike dhe teknike, por për pozicionin dhe për dashamirësinë dhe për rreshtimin e shqiptarëve në masë të madhe me perëndimin, shqiptarët e meritojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, patjetër. Edvin, faleminderit shumë dhe shpresoj që herën tjetër të deputeti kuvendit. Të uroj më të mira. Faleminderoj shumë, faleminderit.